Good morning you guys, është ora 5 pa qerek, 14 minuta fikse mëngjesi dhe jemi zgjuar që të ikim për aeroport, do ikim në Basel në Zvicër, dhe kështu, jemi për gjumësh, kështu që thjesht vishemi të dalim. Futemi nga dera e jashtme, kemi korridorin, shikoni pak sa super cute, dëgjoni zhurma sipër nga Natani. Shumë e cute, është një apartament super i bukur. Besoj se kemi bërë një super zgjedhje, por më duhet të ndes pak ndriçimin. Okej. Këtu duket më mirë. Shikojni pak, këtu kemi pjesën e kuzhinës, një kuzhinë super cute, me këto ngjyrat e bukura, me të bardhë, me këtë stilin vintage të dritareve. Vazhdojmë me këto piktura, qirinj, se dhe bukur qirinjt, detaje në maksimum, po më pëlqen ka tepër shumë. Okej. Shumë i bukur qyteti i Baselit, do t'ju tregoj pak më shumë në vazhdim, sepse në fakt ishte edhe shi. Okej, këtu kemi një rrëmuj me gjërat tona. Kemi edhe pemën e Krishtlindjeve. Tan sa e bukur. Nuk e di ku ndizen dritat. Prit. Okej, këtu kemi pjesën e sallonit. Shumë e bukur. E gjitha me dru post. Më pëlqen shumë fare. Kam dashur që edhe shtëpinë time ta bëja dru, por nuk na i rekomandonin për disa arsye të tjera mirëmbajtjeje. Pjesa e këndit, edhe përsëri stili skandinav, po duhet të na i kenë lënë, besoj. Si se vurare atë detaj, shikoj që kësa cute. Po, është welcome card, ke çokoladë edhe një verë që ne do kënaqemi, kemi paswordin e Wi-Fi. Shumë nice. Pas ka dhe një kartolin. Okej. Sepse rezervimin e ka bërë Altini. Dhe është hello Altin and friends, I thank you for choosing this place, for your stay in Basel. If you have some questions, feel free to contact me anytime. Enjoy it, Sunny. Detaje fantastike. Tani, do kalojmë pak tek dhoma jonë e gjumit. Këtu kemi dhomën tonë të gjumit. Shikojeni. Një tavolin pune, një koltuk për të rehatuar, varsja ropave, garderoba në formë druri, krevati super cute, me këto jeshile të bardha. Po them që e dua këtë apartament, I love it. Kemi dhe dritaren për ndriçim, home decor, detaje, dekori fantastike. So, prisni, se s'kemi mbaruar. Mos hap çokoladën se doja t'i bëja një foto. Prisni se do kalojmë sipër. Grupi se s'keni fare për vlog. Ka edhe më shumë. Prisni, gjitemi në katin e dytë të apartamentit. Mbaron me kaç. Jo. Është mirë se s'ka shapka. Është yll, është apartament super yll, cozy vibes. Këtu, sa ngjitesh në katin e dytë, ky është këndi për Natanin. Nathan aty ka krevatin e tij, ka vend për të ndruar, lodra pafund, që çuni tani ka orarin e gjumit, por shkalloj pas lodrave, kuptoni? Tavolin pune. Mund të printosh, një pas të purifikues ajri është ai? Po. Besoj se po? Mund të bëni palestër. Këtu vjen dhoma e dytë e gjumit, që është më e bukur për sa i përket ndriçimit, po çifti ma mori. Mori Natani, s'të mori që Se pishaka. është për të tregur çokoladën. Është shumë nice edhe kjo me... Këtu kemi tualetin që ndodhet tek kati sipër. Pas keni dhe vask. Hajde detaje, hajde. I love it, shumë nice. Unë jam super e lodhë, po do t'ju flasë atë zbres poshtë. Këtu është tualeti i vogël që ndodhet në katin e parë. Ky është i thjesht fare, nuk ka vaskëra, gjëra këtu.
Nuk e fola dot fare gjatë paradites, ne nisem nga Tirana e kishim në 7 të mëngjesit dhe nuk patëm shoqëruar gjithë fluturimin, gjithë udhëtimin shkoi shumë mirë, nuk patëm asnjë vonesë. Përritëm rreth orës 9 pak këtu në Bazel, kaluam dhe priority sepse ishim bashkë me fëmijët, jemi të gjithë grupi bashkë me motrat, kunetri, të 2 fëmijët, kështu që kaluam priority vetëm prej tyre, nuk pritëm fare në radhë, por vonohej pak procedura e re që është bërë në aeroporte, kjo e vendosjes e bërjes së fotos së portretit edhe vendosjes së shenjave të gishtave. Më pas morëm taksi, erdhëm direkt për tek apartamenti, folëm me pronaren e apartamentit tonë, jemi në të njëjtin apartament me motrën e madhe Marionën, ndërsa motra tjetër janë në apartament që është sa kalon rrugën nga krau tjetër, sepse ata ju bashkuan pak më vonë planit tonë. Edhe lam çantat e gjitha këtu, por problemi është se koha është shumë e keqe, ka qenë shi gjatë gjithë kohës, kështu që kjo ishte pak jo komforte për të lëvizur dhe për të ardhur përdallë, dhe ulëm fillimisht në një kafe që ishte këtu afër, pastaj hangëm konsumuan ushqimin në një restorant turk. Nuk eksploruam të vende të tjera, sepse është edhe diel dhe disa prej restoranteve që ishin me ushqime tradicionale vendase, që i rekomanduan edhe pronari apartamentit, edhe tek lokali që ulëm që konsumuam kafe. Ishin të gjitha të mbyllura ditën e diel, madje çdo dyqan të mbyllur, pak kafeteri dhe disa restorante të tjera gjatë rrugës, gjatë qendrës, gjatë Old Townit, që janë të hapura, supozohet për turistat. Ulëm në një restorant turk, gjithsesi ushqimi ishte i mirë, pak ushqim për të marrë vesh, sepse ata nuk flisnin fare anglisht, flisnin vetëm gjermanisht. Se më në fund erdhi dhe orari i check-init, u lodhën shumë, kam filmuar shumë pak edhe sekuenca, sepse ishte shitur të mbaja dhe çadrën, kisha çadrën time të krahut, edhe vërdat nuk vije dot, kështu që nuk pata mundësi që të filmoj shumë skena. Edhe nuk patëm shumë mundësi dhe me eksploroj qytetin, pavarësisht se ishin pa çanta, shiut nuk është fare komod për të lëvizur. E jep që në ora 5 të pushoj shiu, kështu që shpresoj të pushoj dhe të dalim pak të shijojmë. Pam edhe një rogi që ishte me bare, lounge për në darke për të dalë për të pirë diçka, ndërsa nesër që është ditë e hënë, e ka dhënë prap shi, kjo koha t'i prish të gjitha planet, por ne kemi bërë plan që të shkojmë në Colmar në Francë, sepse është shumë afër, është vetëm 35 minuta me tren nga Bazeli. Madje aeroporti ishte diku te 14 minuta larg nga qendra e qytetit dhe është i ndarë në mes Francës edhe Bazelit Zvicrës, madje kishte exit më vete për Francën e exit më vete për Switzerland për Zvicrën. Shumë qytet i bukur, i vogël por shumë i këndshëm, do ta shohim më shumë edhe në ditët në vazhdim. Tani më duhet të shplodhem. Shikoni pak njerëz se sa të kujdesshëm janë në detaje të zotët e shtëpisë, sepse na kanë printuar për secilin ne nga një Basel Card 2025, është me personale për secilin prej nesh. Dhe me anë të kësaj karte ne kemi transport publik free në të gjithë Bazelin. Kemi gjysmë çmimi për në muze, në për teatr, edhe në disa vende të tjera turistike. Shumë nice ide. Hello people nga Dark Avon. Momentalisht është duke luajtur Shqipëria me Anglin, sapo ka mbaruar pjesa e parë, kështu që jemi bërë gati ndërkohë në gocat, u veshur të çuna shpejt që dali pjesën e dytë ta shohim jashtë. Ky është edhe outfiti im, kam veshur këtë këmishë gjurë blu. Tani unë xhirova dhe javën e kaluar, por nuk më pëlqeu fare i gjithë vlogu, kështu që isha xhiruar kështu xitimthi në vrap duke mbaruar 700 punë dhe nuk më pëlqeu. Kështu që nuk e postova fare, aty kisha bërë te Zara Hall edhe këto gjëra. Kam bërë të pamënat po nga Zara dhe një pançizme të gjata të zeza nga Stradivarius, janë me maj edhe me këtë takën e Hall. Fikëm këtu. Tu pse duke me gjitha, nuk është drejtësimi shumë i mirë në apartament, është shumë i ullët, kështu që nuk e di se sa mirë do dalin videot, por përfundoj që të tregoj të gjitha outfitin. Ndërkohë, të vendos edhe orën. S'ka marrë parfume vete, se kisha merak se mos nuk ma lejonin në avion, kështu të thëndi, kë ke marrë unisex, se po patë marrë unisex në ta hedhë. Kë ke marrë? Ondalen ke? Oke, më jetë eqë. Edhe kisha marrë s'mas ma jeti, kështu thash më mirë nuk po e marrë fare. Ndërkohë, lartën e fytyrës se kisha në formatin 5 ml dhe mora gjithë në ashtu si që ishte të çanta ime krahut. Thash vazhdimisht të bëhet çfarë bëhet, por ndërkohë nuk ma ngas më njëri fare. Ishte super okay. Ndërkohë, kishte vajtë fjali që parë në market, ne kishte marrë këto Red Bullet Pink Edition dhe janë me Wild Beer, I don't know, me googlova pak dhe më del
që janë me boronicat e kuqe. Shumë e mirë, super kombinim, është dhe sugar free. Bëzëm, pështetë. Do dhe ti që? Do pis fisia? Kujtë si nusimo? Mirëmëngjesi njerëz nga dita tjetër, sapo jemi bërë gati për të dalë, sa siç që thash do ikim në Colmar në Francë, po në Zvicër vazhdon që të bjerë shi, është ftohtë, po këshilli shumë është i bezitshëm. Ajo të parashikimi i motit që pushonte rreth orës 10:11, të paktën në Francë nuk ishte, kështu që shpresoj që ta shijojmë pak ditën. Dje dolëm pak vërdall, hëngër darkën, jemi ulur në një restorant italian që bënte lazanja të bënte shumë të mira. Kështu që të them për ushqim vendas nuk kemi provuar, shkuam në një restorant që na e rekomanduan, po aty vinte një herë rënd ushqimi për mos thënë e keqe, sa futeshëm brenda në restoran, që ashtu kishte gumzhim njerëz, gjante si mencë madhe. Nuk na pëlqeu fare, kështu që dolëm edhe shkuam te ky restoranti italian Ramazotti që kemi fiks poshtë ndërtesës ku kemi dhe apartamentin. Morëm lazanja, të tjerat provuan dy gjëra të tjera që ishin ndryshe, po përgjithsisht ushqim italian kuptohet pasta edhe këto gjëra bruschetta, edhe këto gjëra tipike që bëjnë ata i bënin të mira, por jo është të mira sa në Itali. Lazanja më të mira kam ngrënë në Verona që bëni super të mirë. Tjetër gjë për çmimin duhet të them që është goxha shtrenjtë, ushqimi është goxha i kushtueshëm, nëse një lazanja në Itali të kushtonte ku te 15-16 euro, këtu kushtonte 30 franka vetëm një racion lazanja për person. Goxha shtrenjtë në përgjithësi, por e dinim që pak a shumë Zvicra është e shtrenjtë. Tani para se të dalë, t'ju tregoj dhe outfitin tim. Okej, kam veshur këtë bluzën që është nga New York, është në ngjyrën kafe, se duket goxha errët aty te kamera. Pantallonat e bardha, kishim vetë edhe këtë ripin leopard që bëni goxha të lezetshëm kombinimin. Edhe kështu njerëz, tani të dalim, jem ngritur pak e bllokuar, edhe Nathan ishte pak e bllokuar, edhe Klajdi, kështu që me sa duket jemi smur pak. Piva një fryt forte që në mëngjes, në mënyrë që t'jem mirë gjatë ditës, domethënë dhe pa kokash, për sigurisht do filloj migrena. Kështu na morëm në sy, shoha një foto në Instagram që ishim të gjithë së bashku me pushimin, na keni marrë mësysh atje, se nuk ka mundësi tjetër. Bisha ka njërës të unë si pëse fare mësyshit, thjesht jemi smurë, kaq. Këtu duket më mirë outfiti. Vesh edhe çizmet e zeza që i kam atje. Na trego çik veshje shpirt. Hajde më, ku ike? Hej, kujdes. Ku i gjeta të farsën ti? Kalem kapi. O, bo, një vdeshin për këto gjërat, i kemi shumë cef. Hajde mami, ta bëjmë 2 minuta. Do bë një aerosol jo? Pak fare. Do i bë çik dhe tezës aerosol, s'është bllokuar dhe tezja. Hajde. Gjejmë pasura në përshpi dhe bëjmë outfit check-un. Këtu ka pak më shumë dritë, kështu që duket pak më mirë.
Haj njerëz nga Patvidja, është shi sërish dhe jemi kthyer në Basel, e kaluam gjithë ditën në Kolmar. Kolmari ishte shumë i bukur, fantastik, po ishte shumë qetësi, shumë dyqane ishin të mbyllura, nuk ishte atë gjallëri dhe televizjen e kryeqytetit tonë të Tiranës, dhe nuk e di pse, por ne nuk na pëlqen shumë kjo gjë. Kam dritë shumë keq, ndoshta duhet të flas këtu. Dhe tani kemi dalë pak në qendër të Bazelit, po shikojmë pak rreth të dyqane, se mos blem ndonjë gjë. U bëra shumë pishmar për një beauty kalendar, advent kalendar që pash në Sephora në Francë, në Kolmar. U bëra shumë pishmar që se mora, si ishte veçmim shumë të mirë, po thashë se po zgjej ndonjë tjetër. Dhe këtu s'është më kam pëlqyer shumë, janë dhe paksa më shtrajt. Në krahasim çfarë të fakt me Franca me Bazelin, Franca është goxha më e lirë, Kolmari domethënë që ishim ne, ndërsa Bazeli është shumë i shtrenjtë, Zvicra është shumë e shtrenjtë. Se ne po dalim pak vërdan për dyqane, nuk po na mban koha fare në Zvicër. Francë ishte shumë mirë, paradite dhe pak diell, pastaj u vrojnë. Por gjithsesi ishte shumë më mirë, por ishte shumë ftohtë, shumë ftohtë. Vetëm një herë e pa parë, unë nuk kisha haruar të merja dhe kapuçin, e kam marrë me vete, po e kam lënë në shtëpi këtu në Bazel. Nëse të shohim pak vërdall, çfarë mund të bëj, edhe ju flas sërish. Unë ndruam sërish për të dalë sërish, nuk u shplodhëm as edhe një orë. E do dalim të ham darkën, të vizitojmë, nuk e di që do vizitojmë këtu afër, jam super lodhën këtu momente, do doja thjeshtëria shtrirë, por do shfrytëzojmë sa më shumë kohë, sepse nesër në drek nisemi për Tiranë dhe kaq do ishte dhe rutini janë. Do më pastrosh tutat? Mi pastro mirë, Mi pastrove? Po palton do më pastrosh? E ke aty të varur, ik pastro. Ik pastroj qik palton e tezës. Ashtu, dhe pastroj mirë. Bravo. Natan, s'më theti mua po të pëlqen Zvicra? Zvicra shumë e bukur, po do s'kishte shi. Po Kolmari, pëlqen Kolmari. Më shtrenjtë. Po, shumë lirë është. Jena befasoj fare. Franca ishte e lirë. Ishte okej, si gjithë vendet e tjera të Europës, si Italia. Si Italia. Ndërsa Zvicra si Zvicra. Si asnjë vend tjetër. Gjetëm edhe bankat mbyll, depozitonin në lekë aty me interes. O zotë ke keni ide sa për të dalë. Por më në fund të provojmë në një kuzhinë zvicariane, se lam nam duke ngrënë të italiani dhe të turku. E gjarë për kines në hell. Këta kanë këto me gjalp, me djath, këto i kanë kështu tipike. Kanë si gjerman paka shumë. Tip salamash, birash. E po atë ku e kam gjupin, dhe një që? Tu Tiranë. Këtu ndira. O po që po pima të pëlqeu? Po pse i ke hequr topat? Verit e vendi shpejt. Kush i hoqi topat? Mamuni! Po ki mamuni nga erdhi që hoqi topat? Një shfaqje speciale nga Nata. Dhe i këndë ljamit. Pritë shohim që ka këtu. E po së di be? Si vezën e albës e këllare? Në format të të në. Një shek? Një shek në përpun. Mirë, shumë mirë. Cili do të është që për kamerën të së duke kushimit të pëlqeu të zë? I mirë është. Po me kamerën të filmove, bërë vlogur. Kanë tipike një që sjellin këtë djathin e shkrirë, domethënë këtë që ua tregova. Por nuk është gjë fare, dhe në një shi shumë të keqe në gol, nuk e di pse, është djath i shkrirë dhe është gjithë kohës në zjarë që vazhdon bën atë pjesën e shkrirjes. Kemi ardhur te restoranti. Shiko goca ime blogere. Jeta ime. Po
thoshe që kemi ardhur në një restorant tipik në Zviceri për të provuar ushqime tipike zviceriane, por nuk është se na pëlqen dash. Pjesa më e madhe baza e të gjitha pjatave është patateja dhe djati i shpirtit. Ka shpirt? Faturën. Para të tangë. Ha, mohabe! Tu si Big Brother, 336 krona. 836 të po. Good morning njerëz nga dita e fundit që jemi këtu në Zvicër. Është mëngjes, u munduam të zgjohemi pak sa herët në mënyrë që ta shfrytëzojmë edhe këtë ditë në fundit sepse nisjen e kemi në 2:40 të drekës. Unë jam veshur, jam bërë gati që të dalim te shëtitoria e lumit Rein. E kemi këtu afër sepse apartamentin e kemi në qendër dhe gjithashtu qyteti i Bazelit është goxha lehtësisht i lëvizshëm në këmbë, kështu që 10 minuta në këmbë dhe shijojmë pak rreth rrotull. Burri gati? Lali po rregullon dhe flokët është gati, ndërsa të tjerë do dalin pak më vonë, se kuptohet që me fëmijë më kanë bërë edhe gati, po konsumojnë në tani mëngjesi, pastaj sa të bëjnë gati, kështu që punojnë pak më shumë se ne. Tani do vendoset e këtë cappuccino, sepse edhe dje ka qenë shumë ftohtë, por edhe sot e jep të akoma më ullët, temperaturat ishte 0 dhe 6 gradë më e larta gjatë ditës. So, e kuptoni vetë se sa ftohtë është. U rregullova. Kështu do veshim edhe palton dhe gjërat e tjera e kam të gjitha gati që të dalim. E di që gjë tjetër nuk më pëlqen, këtu nuk ka shumë kafene, bakeryt e tipi për të konsumuar pak mëngjesit dhe për të pirë kafe. Në Itali për shembull janë shumë të shpeshta, janë si tek ne, por okay, nuk është stili i njëjtë, ata e pinë pak on the run kafe, shpejt e shpejt, nuk ulen ato në si ne. Por këtu as nuk e ke mundësi për ato kafenet, janë shumë të pakta. Po ku ozëra ku do e pim tani? Ja të kjo rrugica, tu ka tre kafe. Prap dhe ka jo shërpim tje, partje. Po prasë s'ka Jo shumë. da jo kafenet, da jo rrugic. Ja të shofi. Edhe në Kolmar nuk është se ishin të shumë, dhe ishin shumë të pakta, më shumë është në restorante, se sa të tilla. Si? Kolmari ishte i vdekur thonë. E kishte shumë pak gjallëri, shumë pak lëvizje, ndoshta në dhjetor që janë festat, gjallërohet apo më shumë, por dje nuk është e kishte shumë. Në përgjithësi janë qytete shumë të qeta, si Bazeli, ashtu edhe Franca, Kolmari në Francë, janë qytete shumë të qeta. Nuk e di nëse ne do jetoni ndonjë të qetësinë e frikshme që është këtu, sepse nuk kemi mësuar me këtë lloj stili jetese. Por janë shumë të pastra si qytete, Zvicra njerë vjen pak më luks se Kolmari se Franca, është super e pastër kudo që shkel. Më pëlqen në përgjithësi, por gjithsesi nuk është se përshtatet shumë me stilin edhe me mënyrën tonë që të jetesës. Kështu, tani dalim. Ja, këtu të dritarja kam shumë drejtësim, do të kisha dhejtur në dritarje duke folur. Më shkon kë kapuçe si duket, si gjesi ruse. Është akull, tani që në hapur dritarje njerëz është akull. Ruse ka dalë në rrugët e qytetit të Bazelit dhe tani po na vjen dhe gjithë grupi. Ku është grupi, ku është grupi, ku është grupi? Ja, Natania dhe pjesa tjetër e grupit. Dhe kemi akoma disa orë kohë për para se të vi ora për t'ikur në aeroport. Me thënë të drejtën dhe pjesa e dyqaneve nuk është se më pëlqeu shumë këtu. Kemi mësuar me Italinë, që ka të rrugët e bukura, plot me dyqane, këtu është dhe super shtrenjtë. Edhe në krahasimin e imagjino dhe hëmoja shumë e shtrenjtë se tek ne. Ciao Alba, come stai? Ciao Bene, Dudi, un italiano, bene. sono italiano. Anch'io volevo in stare Basello, in Italia. Basello. Siamo italiani Volevo in Basello. essere in Italia in questo momento e non in Svizzera, but okay, it's nice. Shkonin mënyrë, keni pas Zvicrën, Pragën edhe Gjermaninë. Ka shumë. Oh, Muniu, i ka gjitha këto bashkë thua? Gjitha Ja bashkë. vlen, Po, është nice. Gjitha bashkë. Do më thonë udhëtimi radhës në Gjermani. Vetëm Muniu. Gjermani është akull më akull se këtej. Nisë me ftohtë Gjermania ishte. mënyrë është më ngrohtë. Oh,
Shishi, po na prish mendin ky burrriat. Ishte dhe unë duhet vizitoj vende të tjera, pavarësisht se Italia më ngroh dhe më kënaq më shumë. Prap duhet vizitoj qytete të tjera. Franca ishte akoma më ftohtë, po edhe sot është maksimumi 6 gradë, 0 deri në 6 gradë, so ftohtë është. Mirë që kemi kapuçin prej Ruseje, edhe nuk e ndjejmë të ftohtin. Pyetja ata ku do vi? Albova. Ata do vinë aty. Ju prezantojmë Albovën. Albova. Home sweet home, kemi ardhur në shtëpi njerëz, kemi shumë shëmbëritëm nga aeroporti, nuk e din qofse po përtas po shumë se ç'duhet ose po flas me zë të ulur më shumë se ç'duhet, sepse është bllokuar njëri vesh, unë kam shumë problem në avionin, gjithmonë më bllokohen veshët, dhe kjo gjëja më zjat, një ditë po e podëm, të ka raste edhe 2 ditë më shumë. Me thënë të drejtën më lodhëm pak, fluturimi shkoi mirë, kishte shumë turbulenca, se siç ju thash pak në Tiranë sot jepte që ishte më shumë i keq stuhi, kështu që pritej që të kishte turbulenca, por mendova se do kishim edhe vonesa me nisjen e avionit, meqense do kishte probleme me uljen e tij. Por shqyrë zotit nuk patëm, asnjë vonesë, mbërritëm në kohë. Ishte një fluturim që zjaste pak nga Zvicra, ishte 2 orë larg, kështu që ishte pak i lodhshëm dhe i mërzitshëm, por gjithsesi më të mërzitshme dhe më të lodhshme janë ato vonesat që ndodhin me fluturimin. Kështu që nuk patëm asnjë problem të tillë dhe shkoi shumë mirë. Sapo mbërritëm në Tiranë, mbinte pak shi, nuk kishte stuhi e furtunë, nuk e di nëse ka rënë më para ose e ka dhënë që të fillojë nga darka vonë. Morëm taksi direkt tek aeroporti, edhe erdhëm në shtëpi, kishte edhe pak trafik sigurisht. Por me thënë të drejtën, ishin vende shumë të qeta, si Kolmari, si Zvicra, ua kam thënë pak si Bazeli, ua kam thënë pak edhe gjatë videos, dhe më mungon të ky kaosi, rrëmuja, gjallëria, rinia e Tiranës, është shumë e bukur. Mua më pëlqen të jetoj këtu realisht. Më pëlqen shumë të vizitoj vende të tjera, të njoh kultura të ndryshme, por realisht si Shqipëria nuk ka. Ne provuam dje ushqime tradicionale zviceriane dhe nuk na pëlqen fare shihet, janë shumë larg shijeve dhe preferencave tona, me thënë të drejtën. Dhe nuk është se ka një kulturë gatimi siç ka Italia, për shembull në Itali kënaqesh edhe nëpër trattori, nëpër vende shumë të vogla. Ta hash nuk ka asnjëherë keq, ka gjithmonë ushqim super të shijshëm. Tjetër gjë, Bazeli ishte shumë i shtrenjtë, jashtëzakonisht shumë i shtrenjtë, mendoj një darkë dje për 6 persona që ishim ne 6 të rritur edhe 2 fëmijë që kishin nga një pjatë menu fëmijësh më vete, na ka shkuar 320 franga. Imagjinojeni vetë sa shtrenjtë. Dhe kështu ishte kudo, kishte domethënë raste në mëngjes, vetëm 2 persona që ishte ulur një ditë klajti me xhinon para nesh, që kishim marrë nga një kruasan dhe kafe, kishim paguar diku te 50 franga. Ishte shumë shtrenjtë, edhe marketet ishte shumë shtrenjtë, një gjë tjetër që vura re, u ktheva në një farmaci për të marrë letrat e lagura për natën, ishin të Mustelas, nga këto 99% water ujë, dhe kanë kushtuar 13.95 franga. Vetëm një pako letra të lagura. Ishin çmimet shumë të shtrenjta kudo. Gocat pavarësisht se morën dhe ca gjëra për fëmijët, paracetamol, shurupe dhe ca ilaçe të tjera, meqense ishim andej dhe kanë cilësi më të mirë se tek ne. Prap ishin shumë shtrenjtë. Gjithsesi ishte një eksperiencë e lezetshme. Gjithashtu në aeroport, tani që u kthyem, kaluam te kontrolli i çantave dhe më hoqën larsin e fytyrës, kështu që unë tani nuk e di se me çfarë të ta laj fytyrën, sepse nuk kam larës. Ka shkuar ora rreth 17:00, po me thënë të drejtë jam shumë e lodhur dhe përtoj shumë total që të marr një larës të ri. Ma hodhën, kur kaluam nga Shqipëria për në Bazel, kaloi pa problem, kisha marrë larsin me formatin e madh 5 ml, por nuk ma hoqën një ri, nuk patëm asnjë lloj problemi. Dhe kam udhëtuar dhe herë të tjera dhe asnjëherë nuk kam pasur probleme, me thënë të drejtën. Ndërsa nga Bazeli, kur u kthyem sot, ma hoqën dhe ma hodhën, u mërzita shumë, më shumë për faktin që ishte i ri sa e kisha bler, por edhe për faktin që e dija që kur të kthehesha nuk do kisha kohë që të kaloja nga farmacia Dablia, sigurisht ta proces online nuk të vjen asnjëherë për punë 2-3 orësh, domethënë, kështu që më duhet ta marr nesër, por kërkoja mos kisha të i tester do një gjë në shtëpi, por nuk po gjej, kështu që nuk e di me çfarë do përfundoj duke larë sot fytyrën. Kështu njerëz, gjithsesi si eksperiencë udhëtimi i Bazelit dhe Kolmarit ishte shumë i këndshëm, ja vlen që ta vizitoni, por në shi dhe në preferencat e mia futet gjithmonë Italia. Çdo qytet i Italisë për mua është fantastik.
Nuk e di, thash, edhe në të ardhmen do bëjmë udhëtime, kemi plot vende pa parë, kemi Vienën, kemi Pragën, kemi shumë vende të tjera turistike, Parisin, që po i kemi në listën tonë që duam të t'i vizitojmë, por nëse dua një vend safe place që e di që aty ndihem e lumtur, aty kënaqem, aty më shijon ushqimi, atmosfera, çdo gjë është Italia për mua. Nuk e dyshoj në investicijojmë asnjë vend tjetër, edhe Greqia për pushimet e verës është fantastike. Kështu shpresoj të ketë kënaqur i gjithë ky vlogu, unë jam munduar kam xhiruar, ndoshta jo në maksimumin tim, sepse ishim shumë veta, se merreshim vesh me njëri tjetrin. Kemi qenë pak sa rrëmuje kuptorit që janë këto udhëtimet familje madhe. Gjithashtu një punonjës si aeroportit në Basel na përshëndeti, punonte me fëmijët, edhe tha nga jeni, tha që jemi shqiptar, tha ju gjithmonë tha udhëtoni big family, tha gjithmonë familje madhe, tha, ju kemi shumë zili për këtë pjesën. Po, ne ballkanësit kështu jemi, sidomos ne shqiptarët. Edhe kështu njerëz, shpresoj të ketë kënaqur vlogu, ju pres me komentet, nëse keni pyetje për diçka specifike që doni të dini, nëse keni planifikuar një udhëtim të ngjashëm për çdo pyetje që mund të keni, mund t'i lini poshtë në komente, i shikoj dhe ju kthej përgjigje që të gjithave. Mos harroni që të bëni subscribe, like videos, komentoni çfarë ju të keni dëshirë dhe gjithashtu mund të shkoni edhe në Instagramin tim, Alba Viskosh Firaj për të parë postet e këtij udhëtimi. Bye bye, shihemi në videon e radhës.